Ka muaj o hoxh që po I lutem Allahut për 3 gjëra specifike, por asgjë s'po bëhet. Ç'të bëj? Përsëri lutu. Përsëri shpreso tek Allahu I lartësuar, kur mos e humb shpresën tek I madhi Zot. Dhe ajo që të këshilloj, ti lutesh Allahut të lartësuar me ngulmim. Dhe të t'jap atë që është më hajrit për ty. Duhet ta dish se lutja e besimtarit gjithmonë është mirësi për të, ose Allahu I lartësuar ta realizon atë dëshirë, ose I madhi Zot të ruan nga një e keqe, nga një fatkeqësi që do të godiste, ose Zoti I gjithësisë të jep diçka më të mirë se ajo, ose ta rezervon mirësi në botën tjetër. Pra nuk je I humbur asnjëherë me lutjen që bën. Prandaj lutju Allahut lartësuar, sepse Zoti I gjithësisë ka thënë, lutmuni mua të përgjigjem. Prandaj lutju Zotit gjithësisë.